Posta 22 prill 2017. Sot feston ditëlindje Mario me Sarën. Në fakt Mario festonte në datën 19 partije. Në 22 feston Sara. Po çdo vit ne ja festojmë njërë në ditën e Sarës, njërë në ditën e Marios. Kështu që si vjeti takon në ditën e Sarës, në datën 22 prill. Dhe filloj me surprizën që kam për të bërë papi dhe mami. Tani kemi porositur një orë elektronike për Marion, e cila sapo ka ardhur në post dhe do shkoj ta marr tani. Surpriza filloi. Na ndiqni. Vazhdojmë. E marrë me Sarën i kam futur në punë. Ashtu si pa e kuptuar, i kam dërguar te puna ime të pastrojnë lokalin, ta bëjnë gati para se të filloj unë punë. I mësoj që tani të poshtrit të merren me punë, sepse vetëm kështu ata mund të kuptojnë që duke punuar vjen gjithçka e mirë. Ja dhe puna ime këtu te Altana. Ja Mario me Sarën. Shie mire! Shpejt! Ja këtu jemi. Unë tani po vete për në post. Ja ofruam postës. Edhe qike dhe arritëm, eca ty. Deri që me ike. I kana vash fare kë rrota këtu. Erëm në post. Ja dhe posta. Ska parkuar njeri këtu. Keqe më keq. Me të parkojmë pak shpejt të sa për marrë dhuratën. Na edhe tani po paguajmë edhe dhuratën këtu te ustaj në post, sa po erdhëm. To kanë dhora ja da γενέθλιά. Tani do dalim. Πόσα είναι? Και 40, περίμενα γιατί έχω εδώ. Κάτσε σου δώσω και ένα τάλιρο. Έλα. Για δεν δωράτε Μάριος këtu. Okej, mbaruam. E morëm dhe dhuratën. Vazhdojmë tani. Kemi për të marrë dhe dhuratën e Sarës në pas dite. Shpejtre. Akoma s'keni marruar. Akoma s'keni marruar. Qa bëni kështu? E dua të zgjidh lokalin. Si do jesni përpara njët, pa punë, me fjalë. Përveç se do t'jeni nxënës shembullor, do t'jeni dhe punëtor të mirë. Bravo, ja, kështu ka lezet. Ja, shikoj e keni bërë dritë. Ja. Tani ta bëjmë gati, ta shtrojmë që të vinë klientë, apo jo? Në rregull?
Kur bëheni punëtor të mirë, përfitimet janë të mëdhaja. Kur bëheni fëmijë të mirë, përfitimet janë të mëdhaja. Çka ka thënë babi? Fëmijët e mirë gjithmonë përfitojnë. Pita po, mund të keni dhe gjëra më të mira akoma. Në rregull? A dhe nuk e dim kohë do e tregoj. Në rregull, Mario? A, bravo. Ashtu, punëtor. Të mësojmë dhe fëmijëve tjerë që të punojnë. Bravo shpirtat e babit. A t'ju pusin çik babi? Sa gjan ju ka babi. Keni ditëlindjen juve. Ju ka babi gjan shpirta. Sara u bë 8 dhe Mario u bë 11. Qa po luani? Kujdesni aty, kujdes rrugun. Zemra, kujdes rrugun se kaloj shumë makina. Nuk do vënohet babi me mamin. Do vëm, nuk I thash Marios, do vëm çik te dentisti. Mirë. Për dhëmbët moj. Për dhëmbët tua. Do t'i mushim se ka nikur dhëmbë. Shumë babi ka ngelu pa dhëmbë. Ja, shiko. Shiko dhëmbët. Shiko si kam për të mushur këtë. Shiko. E shikon me? Do në mushur ato. Kujdesim me Sara. Kujdes babi. Mi, po kujdes. Așa, eu tu skaç. Ne po ikim për Lamia, të blejmë bicikletën e Sarës. Surpriza vazhdon. Qa keme? Me do ikim. Qa do me poshtë? Qa është? Qa ke ta? T'ka hyrë pleshti pra me? Do ikim, qa do? Me ty të rrim ne këtu. Qelbësir. A I gande? Nuk ka si ajo. Opa! Me shiko këtu. Qa do? Ja jedëm dhe të dyqani bicikletave. Gati jemi këtu. Zgjedhim një tani. E morëm dhe bicikletën. Ja ku e kemi bicikletën këtu. E kemi gati. Super bicikletë Sara këtu tani. U afruam të shtëpia tani, shpresoj mos na ndjej, po do na ndjejnë duke zbritur në makinë, se janë të poshtëra ata, e kuptojnë zërin e makinës. Kelbësirët e vegjël. Orrat e vegjël. As Lilis dolim, duke se s'na ndjen, ja na ndjo Lili, shiko Lili, shiko. Kelbësirë, ja dhe ata dolën të dritarja. Opa! Lili heme! Shika qa bete. E kemi këthyrë makinën, zoti na ruajt. Shika qa bete. Ku është Mario? Shika qa bete. Opa! Aty dhe tavolin kemi blerë këtu, se qa bete. Se qa bete këtu. Qa ke Sara që rrisi? Pse rri ashu? Qa ke Sara? Qa ka ndodhër Sara? Hajde dil këtu të ndimor qik, hec, morri kot, hajde. Hajde shiko qik këtu. Hajde këtu të babuqi. Hajde këtu shpej. Qa është? Shqip flasim, nuk flasim greqisht, qa është? Është bicikletë. Kush është ajo? Cila bicikletë është? Bicikletë. Po e kujt është? Me kujt është bicikleta me? Bravo, hajtë pudhi babi këtu. Pse rrisi e ngardhur?
E shikon se të blevi babi. Shiko kur je pare klasës. Ta plotëson babi dëshirën. Kur je pare klasës. E shikon. Si të duket? E dua unë këta bicikletë. Do të ti. Faleminderit. Është, Ke ankesat e i poshtër? Jo, fare. Të erdhi dhurata. Janë nxirë këtu ta shikojmë çik. E shikon? Orë elektronike, nuk doje. Po, doj. Nuk do të hapësh të shofësh. E doje smart Swatch. E doj. E shikon? Ke ankesa? Jo, fare. Fare. Po na i falinderis po shohun, e shefi? Kujtojnë se e kemi dhe për detyrë këta. E kemi dhe për detyrë kujtojnë. Ne, se për detyrë vetëm shkollë të ecin mirë. Ku janë fëmijët e tjerë? Tiri Marios. Ja, bicikleta e Sarës tu. Hajde të festoni ditëlindjen. Vetëm Luka e. Emi. Tu jashtë? Ere, Kësa radhe do e festoni pa shoqëri shumë. Se së sha për shkollat ftoni shoqërinë, Ka gjë, nuk ka gjë njësa të lekot. Ashtu, e be me pak lek kësa radhe, Kjo është turta e Marios. 11 vjeç Mario. E shpirti babit me orë moderne, Mario po bën dhe selfie, shikoj që elbësiri, po bën selfie, poshtri, rrezikshëm, shikoj se ça bën, shikoj ça bën. Babi jo të urrit duke lozur proska, duke lozur me top plasmasi. Ti ma bën jetën super speciale i poshtër, Sara? Ja dhe Sara këtu 8 vjeqe, e zemre babi të bere 8 vjeqe me, zogu babi. Nuk e rrim tani. Shumurime për ju, shumurime për ju, shumurime për Marion dhe për Sarën, shumurime për ju. Po ti pse i vreve dhe të Sarës? Ose lodhet kotë. Ja, ti s'ke pun. Dale re Sara. Për i natin të u befshit 100 vjeç shpirtat e babit. Edhe 100 orat e babit. Hajde, ja erdi. Lili, ti me do qik turt. Turt kemë. Shika. Jo e futi. Dhe turt qilë bërsi. Ti me, si shumë kej ke mësuar ti me qelbësire. Kemi mësuar kej. O firme vogël. Kajt, gotë se smuresh pëstaj. Po feston dhe Lili bashkë me Marion me Sarën.